Ky është përdoruesi I kësaj tani. Aty dhe peshena. Për zotin kam kujtuar se është kjo. Tani me këtë ndryshim kaq të madh dinamike, ky shih edhe gjuhën e trupit se si kapo. Dikur ishte si maru, tani është si kapo, kush do të vinë, kush do të ikë. Ka ec loja aq bukur tani. Ky ja del vetëm pa problem. Po. Vetëm ja dai deri në fundun. Ky tani përdor brikenën vlla. Brikenën e kam se Ka një person që më përdor mua, ta kam thënë një herë që dën ta rikujtoj. Tani deri diku jam dakord me këtë analizë që bën Rogerti se Mateo dhe Brikena e shfrytëzojnë situatën e njëri tjetrit, e përdorin këtë situatë. Sigurisht kjo situatë I bën që të jenë deri diku në qendër të vëmendjes, mos parë të paktën të dytët, I bën ata që të kapin primin, se do I bëj kurioz njerëzit që e kupton një përqafim aty te kuzhina dhe normalisht ai përqafimi një natë para primit do të thotë shumë. Pra deri këtu jam deri diku dakord me Rogertin. E vetmja gjë që unë nuk bi dakord me të është se Rogerti për shkak mendon që Mateo përdor Brikenën, kurse unë mendoj krejt kundërtën. Unë mendoj se Brikena e përdor Mateon edhe mendoj që Brikena mund ta sjell Mateon si të doj. Pse? Sepse po ta shikoni ju, kohët e fundit Mateo sikur është zbutur. Pra që në momentin që Brikena I ka dhuruar një përqafim, I ka lënë një hapësirë, ja ka zmadhuar hapësirën afër saj, pra e toleron për ta prek me dorë ose për ta përqafuar ose për t'i shkuar te krevati apo për të biseduar, pra I ka krijuar një afrimitet Brikena Mateos. Mateo është zbutur, pra nuk është më ai Mateo që është thike bris me gjithë, ka fituar një vetbesim, rri, pret, është qetësuar domethënë. Dhe imagjinoni pak sikur Brikena të rikthehet në sjelljet e mëparshme. Mateo gjithashtu do jetë përsëri stresuar e kështu me radhë. Pra, po të sillet Brikena mirë me të, Mateo është I mirë I butë. Po të sillet Brikena keq me të, Mateo nervozohet, Mateo nuk është mirë, nuk është në sens të mirë humori. Pra, në këtë kuptim, nga ana emocionale, unë mendoj që Brikena e drejton Mateon. Mateo është një djalë I cili është komplet në shërbim të asaj dhe për mendimin tim këtij po I pëlqen kjo histori. Mateos po I pëlqen fakti që ajo po e zvarrit dhe ky po I shkon nga mbrapa vetëm se duhet bëj çik më tepër, mos tjetë vetëm thjesht t'i bëj me kanaçe të dua të KSHG. Ndërsa nga ana Brikenës po e stërhollon, po e stërzgjat derisa do ja plasi buzën e ditë dhe prap do t'i thotë jo Mateo.